alaikum o Gjevendi. Ku jemi një sot dhe cili është qëllimi I kësaj vizite? Bismillah, alaikum salam, rahmatullah. Sot jemi nis para gjumas në Prizren, erdhe me faljem namazin e gjumas në Araberas të Fushkrujës, me një gjemat, mashallah, të mrekullueshëm. Kurse nisja e sotit, kjo ditë e bekuar e gjumat, që jemi një javë ditë para Kurban Bajramit të këtij vitit 2005, shkojmë në 2025, shkojmë në jug të Shqipërisë, ku kemi një aktivitet me zhvilluar, atje kemi me I quhe një numër të konsiderueshëm të kurbanave që janë mbledhur për vllazërve tanë, u dërgojmë në qësa vite, 10 vite kusur, u aqem zonave rurale të Shqipërisë. Kjo qëllimi janë zatën kryesor, sot që kemi dalë dhe punë të tjera. A mund o gjë të na tregoni shkurtimisht për rëndësinë e kurbanit në Islam? Po tradit më të vjetër habibi se që ka kurbani në Islam, thuja se s'ka asnjë sen tradit më të vjetër, se në tradit e kryet profetëve. Andaj kryet gjithë profetëve, baba I shumë profetëve, Ibrahimi a.s. ka qenë presi I pari kurbanit. Kështu që na me këtë kurban, po e praktikojmë një sunet shumë të madh që e ka praktikuar stërgjyshi I janë profet Ibrahimi a.s. edhe na që të po e bëjmë, alhamdulillah. A mund të flasëm edhe rreth organizimit të kurbanit o gjë? Kush ka mundësi të therë kurban? Pse është e rëndësishme ta bëj këtë? Në folë edhe pak për moshën e kurbanit. Wallahi, alhamdulillah, kjo është për ata që kanë mundësi me prej kurban, prejet kurbani, po janë dhe një mundësi të veçantë me pas shumë pasurit madhe, ja. Aqësa prejet kurbani, edhe për ato ditë ka që ka me hangër me pi, ka që është mundësia kurbanit. Për shembull, këtë vitë sa është 200-250 euro një kurban, edhe ka me hangër me pi familja gjatë këtyre 10 ditëve të Kurban Bajramit. Kash, nuk ka dalim rëndësi që mësh mi thonë nisab, I thënë arabçe, ose sasit, posaçme, sikur që është sasia e zeqatit në këto gjëra. Kështu që kurbani është më I lehtë. Po s'dashit o gjë delës, a lejohet s'japi dhia ose edhe ndonjë dhia krejt dhe tjetër? s'japi lejohet, edhe bollica, edhe bulli, edhe lopa, edhe kau, kretë këto lejohet kurban për të bërë. Delet e vogla, kështu që delet e vogla, po na u thëmë popullor që gjante imta, si që në delja dhe dhia, ato një kurban. Kurse me kenë lidhen për 7 kurbana, 7 persona, aty bëhat deveja, bëhat lopa, gjedhi, edhe bëhat bollica, atë bëhen për 7 familje. Cilat janë kategoritë e njerëzve që profitojnë nishin e kurbanit nga shpërndarjet që bëni ju? Të gjitha kategoritë, edhe ata që kanë kushte, edhe ata që s'kanë kushte. Sepse me misht kurbanit është gëzim I Kurban Bajramit. Nuk ka se njeriu ka ngelur pa hangër e ka marrë, mundet me pas ai mish, mirë për kur I shkon një dhurat e Kurban Bajramin, ata jep emocione dashurie më shumë. Për shembull, ke vrejt edhe që kje kushte, ta bjerë një afër më tyje 1 kilogram, 2 kilogram misht kurbanit, me ta pru misht lopës kështu me blet e kasapi tjerave dite shumë së shtinsh në konsiderat me falenderua. Amar kur thush filani mu më ka pru misht kurbanit, pse? Tjetër se vap ka mish I kurbanit prej mishtave tjerë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha si ka thonë, Aisha qau prej kurbanin, ka thonë ja Resulullah s'muj me prej,
ka thonë, ani masi s'po mështi me prej që prezento prerjen e kurbanit. Prezento prerjen e kurbanit, nga se sa qime ka, sa kime ka leshi delja e kurbanit, aq gjunahe të falen. Edhe para se me ra gjakën tokë, Allahu Gjellëshanuhu t'i falë mëkatet. Kështu është dashuria ndaj mishit. E kështu që këta e hanë këshia, farefisi, miqt, jaronat, dashamirët, të gjithë. Pse? Është gëzim i gjithë i tër ymetit. Në cilat zona zakonisht o që bëni shpërndarje me të madhe kurbanave, me çfarë mjete bëhet shpërndarja e mishit e kurbanit, dhe sa njerëz përfshihen zakonisht në këtë organizim? Po, në kohëve të fundit, unë personalisht, me shumë shok, me shumë miq që kam shok jarana, edhe kur isha imam i rregullt në xhami, edhe tash që jam pensioner, të njëjtin rol jam duke luajtur, i mbledhi miqve shokve kurbanat, edhe i prejek këtu zakonisht në zonat rurale, në zonat malore, në zonat mas kamnore ku janë. Kështu që unë prej vendeve që kam dërguar kurbana, është kanë zona e Kuksit, e Bajramcurit, e Tropojës, pra Bajramcurit, Kuksit, Hasit, kam qua këde Kapeshkopia në Dibër, në Bulqiz, në Mat, rrethit e Gjirokastres, rrethit e Fierit, shumë vende në për Shqipëri kam depërtuar me kurbana, herë me pak, me 3 edhe bollica, edhe bulli, edhe lopa, edhe kau, kretë këto lejohen kurban për të bërë. Delet e vogla, kështu që delet e vogla, po na u thëmë popullor që gjante imta, si që në delja dhe dhia, ato një kurban. Kurse me kënë lidhen për 7 kurbana, 7 persona, aty bëhat deveja, bëhat lopa, gjedhi, edhe bëhat bollica, aty bëhat për 7 familje. Cilat janë kategoritë e njerëzve që përfitojnë mishin e kurbanit nga shpërndarjet që bëni ju? Të gjitha kategoritë, edhe ata që kanë kushte, edhe ata që s'kanë kushte. Sepse me misht kurbanit është gëzim i kurban bajramit. Nuk ose njeriu ka ngelur pa hangër e ka marrë, mundet me pasaj mish, mirë për kur i shkon një dhurat e kurban bajramin, ata jep emocione dashurie më shumë. Për shembull, ke vrejt edhe që kje kushte, ta bjerë një jafër më tyje 1 kilogram, 2 kilogram misht kurbanit, me ta pru misht lopës kështu me blet e kasapi tjerave dite shumë së shtinsh në konsiderat me falenderua. Amar kur thush filani mu më ka pru misht kurbanit, pse? Tjetër se vap ka misht kurbanit prej mishtave tjerë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha si ka thonë, Aisha qau prej kurbanin, ka thonë ja Resulullah s'muj me prej, ka thonë, ani masi s'po mështi me prej qau prezento prerjen e kurbanit. Prezento prerjen e kurbanit, nga se sa qime ka, sa kime ka leshi delja e kurbanit, aq gjunahe të falen. Edhe para se me ra gjakën tokë, Allahu Gjellëshanuhu t'i falë mëkatet. Kështu është dashuria ndaj mishit. E kështu që këta e hanë këshia, farefisi, miqt, jaronat, dashamirët, të gjithë. Pse? Është gëzim i gjithë i tër ymetit. Në cilat zona zakonisht o që bëni shpërndarje me të madhe kurbanave, me çfarë mjete bëhet shpërndarja e mishit e kurbanit, dhe sa njerëz përfshihen zakonisht në këtë organizim? Po, në kohëve të fundit, unë personalisht, me shumë shok, me shumë miq që kam shok jarana, edhe kur isha imam i rregullt në xhami, edhe tash që jam pensioner, të njëjtin rol jam duke luajtur, i mbledhi miqve shokve kurbanat, edhe i prejek këtu zakonisht në zonat rurale, në zonat malore, në zonat mas kamnore ku janë.
Kështu që unë prej vendeve që kam dërguar kurbana është kanë zona e Kuksit, e Bajramcullit, e Tropojës, pra Bajramcullit, Kuksit, Hasit, kam qua këde Kapeshkopia në Dibër, në Bulqiz, në Mat, rrethit e Gjirokastres, rrethit e Fierit, shumë vende në për Shqipëri kam depërtuar me kurbana, herë me pak, me 30, 20, 50, dhe herë me ka 100, 200, varësisht për aktivitetit që ka mujtë me arrit me pas me miqe me shok, e shpërndajmë miqnet e kurbanave në këtë zona. Edhe këtë vit tash, deri tash afër 30 të kanë po kurbana, po i kam diku dhe 60 këtu me një shoqatë, në duket se do të ndajnë për neve, na për me na gjua ato kurbana, edhe do të bëhat një gëzim në për disa fshatra, edhe mishin, sasin e mishit, thuaja se u aqejmë një kurban 4 familjeve. Rrallë herë e ndajmë ma pak. Në më thonë një dele 4 personave, 4 familjeve, ose mas shumë të një dele 6 familjeve, 6 pjesë e ndajmë kurban. Dhe për fund, Gjo, çfarë mesazhe keni për ata që duan të japin kurban, por janë ende të pasigurt? Si mund të kontriboj dikush që dëshiron të jep kurbanin përmes kësaj iniciative? O burë, për na duhet për këtë punë me besu dikush në të i bon këtë punë. Për shembull, nëse së mbesojsh mua, është një hoqë tjetër, është një shoqat tjetër, është na kurbanat si që më shpiton, lekë, stakfirullah, jam ledhë pare të shështë një steme, të me i hergju për interesat e minja një zbatë, kurban prejet. Kështu që dikujda dhe t'i besojmë në alhamdulillah që ka besimtar të mire. Mandej na edhe bashkësia islame i prejnë kurbanet, i prejnë, edhe ata kanë me numër të madhë shoqatat, edhe shoqatat humanitare, edhe me një fjalë, i tërë populli jemi këto ditë në këmbë, në shërbim të humanizmit. Me hoxhalare, me xhamate, me djemtri që në animojnë shpërndarjen e prerjen, se kurbani e do një aktivitet, një gjallëri e do. Një makinë të mire, një shpërndarje të mire, një shpejtësi, më s'pelon mishin se ta shënë kuha nëzet, s'bon me elon mishin ti tërditën e se s'ki frigorifera e një kënejnë e kështu më radhë, kështu që, masha Allah, bismillah, kemi pas sukses këtë drejtim shqyqër Zotit. Një mesazh shkurt, o Gjo, për të gjithë besimtarët në këtë bajram. Allahin e i ktheft edukatën dhe respektin dhe vllaznillëkin e dashurin në farefiset tona dhe në shoqërinë dhe në rrethin ton. Kjo është kryesore, mas ibadetit ndaj Allahut që e bëjmë, Allahu na i ktheft dashurin, lumturinë në për familje dhe dashurin në mes veti. Në mes veti, si numër 1, prindër, evlad, prindër, mandej farefisi, mandej shoqëria dhe rrethi e tërë shoqëria e janë. Këto ja dëshiroj për këtë kurban bajram, inshallah. Inshallah sofrat e kurban bajramit shtrohen me prindër, vëllezër, motra, hallë, teza, dejallar e xhaxhallar e kështu me radhë. Amin. Zoti ju shpëlbeft. Amin. Edhe ju Zoti ju shpëlbeft.